Këtë kohë në prilli është dhënë leja, mos gaboj, nga kompanitë më të mëdha që punon atje, për të shfrytzuar çfarë mund të shfrytëzohet në të thatë edhe në ujë. Inertet e lumejve. Mirë, ne do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë edhe zotin Abi Maltezi, që është drejtuesi i Departamentit të Mjedisit në Partinë Demokratike, që gjithashtu ka denoncuar batërdinë që është bërë edhe në shfrytëzimin pa kriter të lumit të Shkumbinit, por edhe të realizimit të këtyre projekteve pa studime të mirëfillta mjedisore. Zoti Maltezi, mirëmbrëma dhe faleminderit. Mirëmbrëma, Bete, faleminderit për ftesën. Jemi në një kolaps të sistemit rrugor në Shqipëri, ndërkohë që rrugët kanë ndoshta kostot më të larta në Europë të ndërtimit të tyre. Absolutisht është shumë e vërtet, për fat keq rrugët janë gjetur si modus vivendi në mënyrë që të vidhet sa më tepër. Pra, çmimi i rrugëve në Shqipëri është 4 deri 18 herë më i lartë se i rrugëve në botë. Por çfarë bëhet? Këto rrugë ne po i shohim të gjithë se si po shkrihen si balta. Për fat keq, këto rrugë po bëhen pa studime të mirëfillta ose me studime shumë të përcipta, duke dëmtuar shumë natyrën. Për fat keq, kjo qeveri ka hapur, i ka shpallur luftë natyrës dhe mjedisit në vend se ti konsideronte si partner. Ç'kuptoj me këtë? Që të shfrytëzonte disa nga funksionet e ekosistemit për të mirën e qytetarëve dhe për të mirën e infrastrukturës. Për shembull, mund të ishin zgjidhje shumë të mira infrastrukture të gjelbër që të zëvendësonin disa nga nevojat që ne do kishim për funksionalitetin e ekosistemit. Ajo që bëhet, që vihet rruga mu në shtrat lumi, është e tmerrshme. Tani unë ju dëgjova edhe të tjerët edhe juve për mosmarrjen e inerteve. Në fakt, për fat keq, kjo qeveri, apo të themi batërdia në këtë qeveri, ka bërë që të jepen 5 leje vetëm në shtratin e lumit Shkumbin për të marrë inerte. Jo 1, po 5. Është e tmerrshme. Kthehet shtrati i Shkumbinit, kthehet në një gurore. Po kjo është shumë e tmerrshme sepse bëhen pa studime të mirëfillta. Ndërhyrjet, sidomos në zonat bregdetare dhe zonat breglumore, kërkojnë studime të mirëfillta, të hidraulikës, të hidrogjeologjisë, të tektonikës, të dinamikës së brigjeve. Zoti Maltezi, bëhet fjalë për të paktën 3.5 milion metra kub zhavor leje për të marrë nga Shkumbini për t'ia rrëmbyer shtratit të lumit. Çka është një shifër katastrofike. Nuk e di kush i ka dhënë lejet dhe cilat janë ata që përfitojnë, por puna është që shtrati i Shkumbinit në këtë moment është i gjymtuar plotësisht me këtë sasi. Kjo është kriminale për natyrën dhe ekosistemin. Kemi parasysh që ato zhavore janë krijuar me mijëra vjet. Pra nuk janë zhavore që krijohen brenda ditës. Ti gjithë histori, gjithë natyrë, ekosistem të krijuar aty ti e shkatërron me një herë. Pse vetëm për të vjedhur pak më tepër? Sepse nevoja për inerte ti mund t'i marrësh nga mali shumë kollaj pa e dëmtuar fare lumin. Në një forum mjedisorësh para shumë vitesh, hodha këtë tezën, ore shiko, çfarë mund bëjmë për të ndaluar marrjen e inerteve nga lumej. Përgjigja nga të gjithë ekologët e botës ishte kjo qeka si të heqësh intestinat e brendshme të trupit dhe të mendosh që trupi mund të mbijetojë. Pra në rast se ti shkatërron zhavoret lumore, ti shkatërron gjithë lumin. Po kujdes, lumi të krijon sedimentologji deri në det, pra të mbath detet me plazhet, me rër. Në rast se ti heq zhavoret, heq rërën, çfarë bën? Lumi të sjell dheun, të sjell baltën, dhe ti dhe në det dhe në plazhe që ti mendon që turizmin e ke të mirë, ti mbush ato me dhera dhe me baltovina. Pra është e tmerrshme. Por kjo që ka ndodhur këtu në Dragoshtunj është shumë e veçantë, është kjo që kemi bërë neve kur kemi qenë gjithë kalamaj. Imagjinoni të pirgjet e rërave që majt të tyre ne vendosim një shkop. Dhe pastaj të rishnim rër në anët e këtij pirgut derisa shkopi të binte. E njëjta gjë kanë bërë këtu. Kjo ka ndodhur në orën, po. Kanë marrë zhavore dhe kanë cënuar integritetin e Skarpatës. Ajo Skarpat mbante, është studiuar gjeologjia, tektonika, hidrodinamika e lumit, para se t'u bënte ajo hekurudha atje, por shumë vite nga Akademia e Shkencave, nga institutet hidroteknike me gjitha me radhë, që u vendos të vinte hekurudha. Tani me një vendim të disa hajdutëve në Këshillin Kombëtar të Ujit, vendoset që merreni, bëheni ç'të doni aty. Pra ktheheni shtratin e lumit në një kantier ndërtimi, ktheheni lumin në një moçal, merreni zhavoret, shkatërrojeni Skarpatat, shkatërrojeni pyjet breglumor, qindra vjeçar,
Dhe të gjitha këto çfarë bëjnë? Cënojnë integritetin e Skarpatës, duke u rënuar Skarpata, rrëzon edhe i hekurudhën, edhe më tej malin, sepse kjo është i puna asaj rërës, që nuk ndalon vetëm aty ku ti me rërën, por merr gjithë Skarpatën mbar dhe ajo varet nga dita në ditë se ku mund të Zoti Maltezi, sot kreu i ARSH-s deklaroi se rruga ekzistuese nuk do të hapet, ndoshta jo për disa javë, por ndoshta do duhen muaj që të hapet dhe qarkullimi do të bëhet nga rrugë të tjera alternative që janë edhe më të gjata, edhe jo të përshtatshme sidomos për mjetet e tonazhit të rënd, por edhe për qytetarët. Tani, dhe gjithashtu është deklaruar që do të bëhet një studim gjeologjik i të gjithë zonës. A nuk është i vonuar një studim gjeologjik i zonës, ndërkohë që ky studim duhet ishte bërë, studim gjeologjik dhe mjedisor, që përpara se të niste ndërtimi i kësaj trase së re të rrugës? Dhe në përgjithësi ky është një standard që nuk po respektohet më. Këto lejet mjedisore, studimet gjeologjike, konsiderohen si gjëra të dorës së tretë të parëndësishme dhe ja ku vim sot kur rrugët shemben. Për fat keq ashtu është siç thoni juve, studimet mjedisore, gjeologjike, tektonike, hidrodinamike, hidrogjeologjike, të gjitha me radhë kanë mbetur në rend të tretë, as nuk i shohin fare, i bëjnë thjesht copy-paste dhe ka disa studime që janë qeshahake komplet, që flasin për zonat që mund të jenë 100 kilometra larg njëra tjetrës, pse se nuk i shikon asnjëri dhe bëhen thjesht sa për t'i pasur në sirtar që e ka lejen, po leja në rast se nuk shoqërohet me analizat paraprake që bëhen, analizat të mirë detajuara, ajo leje është nul, ajo është leje kriminale. Dhe ato që kanë lëshuar atë leje kriminale duhet përballur para ligjit. Ne sot kemi autor të dallueshëm. Kush janë autorët e kësaj? Është Belinda Balluku, është Mirela Kumbaru. Këto janë autorët e kësaj tragjedie, e kësaj gjëme që kanë ndodhur dhe me infrastrukturën dhe me natyrën. Por për fat keq ne nuk kemi përgjegjësi fare. Nuk kemi përgjegjësi sepse to i merr në mburojë Edi Rama, mjafton që to të shërbejnë si lëpirëset e Edi Ramës. Është e tmerrshme të mendohet, po kudo në botë, para se të bëhet çfarëdo lloj ndërhyrje, bëhen studime shumë vjeçare, kujdes, të gjithë gjatësisë segmentit se ku do dali. Për shembull, para se të bëhet një urë apo një tunel, për çdo 100 metra të saj, bëhet studimi gjeologjik, geotektonik e gjithë segmentit. Dhe këto të dhëna hidhen në hartë, modelohen, shikohen dhe më pas të vjen raporti mjedisor, i cili i ka parashikuar të gjitha ato, dhe thotë cili do jetë ndikimi në mjedis, ky ndikim a është i madh apo është i menaxhueshëm, a mund të zbutet ky ndikim në mjedis. Për fat keq, ne të neve jepet një herë leja, bëhet marria, bëhet shkatërimi dhe pastaj thotë hajt tani do filloj studimin. Po studimi mund të dojë një vit. Çfarë do bësh ti për një vit? Do i lësh gjithë njerëzit të binë nga rrugët e fshatit? Me sa duket kështu do të ndodh. Kjo është krim pa ndëshkim. Ka autor, s'ka përgjegjësi. Po, zoti Maltezi, ju falenderoj shumë që ishit me ne. Unë falenderoj gjithë mirë.